Trajneri kombëtar U19 Fatjon Tafaj e ka cilësuar si një hap të rëndësishëm për zhvillimin e futbollistëve të rinj dhe të futbollit shqiptar, aktivizimin e rregullt të lojtarëve të rinj në kampionat. Kjo është një nismë e menduar prej kohësh në bashkëpunim me klubet, që do të sjellë zhvillimin e futbollit për futbollistë të rinj. Ky rregull do t'i ndihmojë lojtarët e rinj të fitojnë minuta, eksperiencë, të jepet mundësia të tregojnë talentin e tyre. Sipas Tafajt, rritja e vlerës së kartonit të lojtarëve dhe të ardhurat në një të ardhme më afatgjatë do të jenë më të mira për klubin. Nga ana tjetër, lojtarët e akademisë do të kenë një motivim më shumë për të qenë pjesë e ekipit të parë. Sigurisht që kjo ka benefite si për klubin edhe për lojtarin. Benefitet për lojtarin do të jenë përballjet e cilat do të jenë në ekipin e parë me ritëm më të lartë loje, do të jetë përgatitja më lartë fizike, teknike, taktike, do fitojmë më shumë eksperiencë, vetbesim, ndërsa për klubin do të jetë ulja e kostove në periudhën e transferimeve, pra kjo është diçka për të ardhmen për klubin. Janë lojtarët të cilët do ofrohen në ekipin e parë dhe për të ardhmen do të jetë shumë e mirë dhe do të jetë pozitive për klubin. Rritja e vlerës kartonit lojtarëve, pra edhe të ardhurat në një të ardhme të largët do të jenë më të mira për klubin. Në vetvete kjo rrit dhe konkurrencën ndërmjet lojtarëve, dhe nga ana tjetër lojtarët e akademisë do të kenë një motivim më shumë për të qenë pjesë e ekipit parë. Në sezonin e ri të futbollit shqiptar, në çdo ndeshje zyrtare të kategorive profesioniste, ku përfshihet Superliga, kategoria e parë, kategoria e dytë, kategoria e tretë dhe Kupa e Shqipërisë, skuadrat duhet të aktivizojnë patjetër një futbollist të lindur nga 2007 dhe në vijim. Në Superligë dhe Kupën e Shqipërisë duhet që lojtari në fjalë të luajë titullar të paktën në pjesën e parë, ndërsa në kategorinë e parë, kategorinë e dytë dhe kategorinë e tretë duhet të luajë përgjatë gjithë ndeshjes.